Dhe vjen vëshëllima e fundit. Vllaznia u rikonfirmua si forca kryesore e kampionatit pasi arriti një fitore të madhe kundër Partizanit në arenën e Demave në Tiranë. Fal dy goleve të vonë të shënuar nga Kevin Dodaj. Në një lojë të barabartë, dyja skuadrat patën raste të pakta për shënim, edhe pse ishin të pastra dhe duhet të ishin konvertuar në gola. Loja nisi me gabim të portierit të Vllaznisë, Pëls, që për pak ndoshta nuk i kushtoi shtrenjtë, që në minutën e 5. Në minutën e 17, trajneri i Partizanit Oltion Kërnaja merr 2 karton të verdhë një pasqesh nga gjyqtari Xhaja dhe lë stolin para kohe. Të kujt nuk e montoruan dhe patën mundësi të kalojnë në përsi me Human 7 minuta më pas. Për Pëls është i vëmendshëm. Portieri i Vllaznisë ndale dhe Sidibe në minutën e 36, por lojtari i Partizanit hezitoi shumë para tij dhe shpërdoroi një rast të madh. Rasti i parë i mirë për Kurqe Blut vjen me Malën në minutën e 42, i cili detyron Qirkon në një pritje gjithashtu të madhe. 2 minuta para fundit të pjesës së parë, Atanaskosi hyn në zonën skuadrane nga e Majta, pengohet në duel dhe kërkon penallti, pa marrë përgjigje pozitive nga Xhaja. Pas pushimit, Partizani shënon në minutën e 58 me Skandarli, por goli anulohet në pozicionin e shloje. Në të 62-ën është bala që gjuan në zonën e kuqe dhe shpërdoren një mundësi të mirë për golin e avantazhit për Vllaznin. Në të 74-ën sërish Skandarli shënon, por edhe këtë herë festa ndërpritet nga flamuri ansorit për pozicionin e shloje. Në minutën e 82, pas një rivënie të gjatë ansorit në zonë, Dodaj ndërhyn rrufeshën në mes të mbrojtësve dhe jep avantazhin Vllaznisë. Partizani përpiqet barazoj, por në minutën e 2 sërish Dodaj shënon pas një topi të ofruar nga Kallaku në aksion nga e Majta. 2 goditje në 10 minutat e fundit që japin 3 pikë të çuara Vllaznisë për synimet e titullit, por edhe për rritjen e moralit. 92 puthjet e Dodajt janë për Kallaku.